Jo, por sigurisht që çdo qytetar e lexon këtë si një shpërblim për le të themi përdorimin që Edi Rama i ka bërë aleatëve të tij në zgjedhjet e fundit parlamentare. Është le të themi me fakta që mund të thuhet apo të mendohet, besoj që në një farë mënyrë jo vetëm Shkodër, por në çdo bashki dhe qytet të Shqipërisë, Edi Rama zgjedh të shpërblej ato që e kanë ndihmuar ato të grabisë, le të themi, 83 mandatet e tij. Në këtë kontekst asnjë surprizë, është e njëjta formë, e njëjta metodë. Edi Rama përdor le të themi fuqinë që i jep pozicioni si kryeminist, por edhe para publike të shqiptarëve për të shpërblyer në të gjitha format ato që kanë kontribuar për ta mbajtur në pushtet dhe për të tjetër suvullnetin e qytetarëve.